Po kur është shumë e thjeshtë. Kur don me bëu diçka, kur e bën me shumë dashni, absolut se ka çare pa pas edhe sukses. Adrenalinë e madhe edhe frikë edhe më lidhen krejt bashkë. Aktivitetet janë 99% pa pare. Për me përfitu kajak pa pare, ti prejes marrë si tut me mbledh mbeturinat. Bashkë me mu, sot nga ora 16 është edhe Kristian Goshi si organizator i festivalit Prishtina Outdoor Festival, një organizim i cili vjen me 25 aktivitetet ndryshme outdoor të organizuar në Gërmi, Gollak, liçenin e Badocit dhe lokacione të tjera atraktive të kryeqytetit. Kristian, me zë prit me u taku, mirë se ke ardhur në Afternoon Delight. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Sa është problematike në anën logjistike me mujt me kriju diçka tillë? Po kur është shumë e thjeshtë. Kur don me bëu diçka, kur e bën me shumë dashni, absolut se ka çare pa pas edhe sukses. Definitivisht. Edhe rezultate. Definitivisht. Sidomos sa i përket sporteve, ça më duk shumë interesante. Në ditën e parë kena një sport ekstrem që zhvillohet jo në mal, po në asfalt. Qysh është ideja e krejt kësajna? Ideja na që shumë vite prej ma shumë se ka klubi Alpin Prishtina ka ma shumë se 10 vite të themeluar 2013 edhe na vesh çdo vit gati bëjmë si aktivitete të lëshimeve me litar, rappelling që i thojmë, gjithashtu edhe climbing Gërmi edhe këto aktivitete ja u kemi bëu me kauzat e caktuara gjithherë, edhe në aspekt tjetër janë edhe ushtrime, përpos se i bëjmë me kauza për shembull lëshimin në pediatri, bëjmë me qëllim me i gëzu fëmijët e smur aty. Tani kemi bëu përshëndetjen mendore, shumë aktivitete të tjera të ngjashme, po nikësisht është ideja edhe me qenë të përgatitur disa njerëz të shoqërisë civile për çdo rast intervenimi, lëshimet e tilla të ngjashme prej ndërtesave të ndryshme. Edhe i kemi disa plane për të ardhmen për krejt ndërtesat e Prishtinës që me pas vende ku në rast nevojes, zjarrit se çdo qoftë tjetër, me pas vend ku bën ankorimi lidhjet e litarëve dhe është mundësia me i pështu njerëz edhe me i zbrit poshtë shumë më shpejt se me shku shkallëve e tjera. Benefite edhe një prej këtyre është na e bëjmë për çef, e bëjmë për është adrenalinë, është kënaqësi, është frikë për ata fillestarët hera e parë që vinë post, veç para mendone kur të hypin nalt aty për pas që i ka ato metrat, tykën 64 ndërtesa e Vales, i ka, kur e shep poshtë Dardanin, atje kur rizin, kur gjusë janë ato metrat, që atë doket ajo pjesa deri poshtë atje te parkit e stacioni autobusa. Kështu që është një adrenalinë e madhe edhe frikë edhe më lidhen krejt bashkë. Nesër kemi edhe garat militare, kemi edhe garën e fëmijëve që fillon prej këtu, prej Kino ABC-s, edhe vazhdon 500 metra për shëndet, për shëndet fizik, mendor, nikosisht edhe fëmijëve më uru pushim të këndshëm se nesër me dijeve që e përfundojnë shkollën. Çfarë pritet me pas në ditën e dytë? Fillojmë prej orës 9 me Park Run Gërmia, është një aktivitet i cili jemi bashkë me Park Run Gërmia të e organizu. Ata çdo javë me kuptu, na jemi tu bashkëpunu, ideja edhe është krejt klubet edhe njerëz të cilët kontribojnë në Prishtinë në regjion me bu bashkë diçka të përbashkët, me një formë ose tjetër mu bashku, masi s'po ke mundësi ndryshe, për me sportit, me bu aktivitetet ndryshme, e fillojnë vrapimin edhe ecjen, ata personat e cilët dojnë me ecjen, ata që dojnë me vrapu, gjithashtu edhe një aktivitet tjetër ecje nordike, është me shtaga, me shkopa kushdon, përfundon yoga, mas jogës e kemi climbing edhe rappelling, ne murin Alpin në Gërmi, te kosha që shë njofmi na këto në parkun e Gërmis prap. Mas asaj, nikosisht paralel janë është edhe aktiviteti i kalirimit. Po, para se me shku në climbing apo njëjtën kohë ndodh kjo? Njëjtën kohë, ata fillojnë, do me thonë, realisht fillon prej dhjetëve kalirimi, do me thonë tash me kuptu persona që marrin pjesë në vrapim nuk kanë mundësi me shku dhe në kalirim. Po, tamam puna. Kështu që kemi do të migrojnë jonës, Jakovëve Jakolit. Fiks. Kështu që ka edhe aktivitete paralelit. Përfundon kalirimi prej orës 12, në fakt alpinizmi në Gërmi është në kohën e njëjtë me kajakin në liçen Badovcit. Qa kemi bo, prej 12 fillon kajakin në liçenin e Badovcit,
aktivitetet janë na dhënon për që njën pa pare. Për me përfitu kajak pa pare, ti prej jesmarë si tut me mbledh mbeturina. Do me thonë, 2 mu mbledh me mbledh. Do me thonë, nuk fillojmë kajak pa e pastru zonën spa ku ka 50 metra në dy anë. E përfundojmë ato, po edhe të tjerët që vinë ndërkohë, e ka obligim. Spaku që thojnë një shishe me qiten, po jo, deri në gjysmë thesit zi kanë me mbledh. Do me thonë, është bileta për me pas kajak pa pagesë, they should do something. Kemi panelin e diskutimit, kemi pas Petrit Klokoqin aty, kam na fol për eksperiencën e Everestit edhe disa të tjerë. Do thonë, më na tregu pak a shumë është personi i 6 prej Kosovës, është kranari për neve, i kemi 6 persona prej Kosovës të cilët e kanë gjitë Everestin edhe krejt janë shku atje, e kanë gjitë, janë kthy. Me Petritin kemi qenë bashkë edhe në Kilimanjaro, para mollë mbëdha në vitin e kalum, Kilimanjaro, veç më ka të radhëtu kësa herë. Sa herët pas ka të radhëtu, këto e pas ka bo, me thonë që kom ma shumë se ty një. Dhe kryesorja janë vullnetarë që janë të nëndimu pa ndalë kështu, pa ata cilët e kishmi pastën të pa mundur me e realizu aktivitetin. Veç 1% e njerëzve të Prishtines e vizitojnë Gërmin, kështu që Gërmia është parku më i mirë në Kosovë dhe me mas shumë të vizitor në Kosovë.